Instituti i Monumenteve ka blokuar punimet që Bashkia e Durrësit po bën për ndërtimin e disa shkallëve pranë mureve të kalas të Durrësit. Ekzistenca e mundshme e gjurmëve arkeologjike i ka detyruar specialistët e monumenteve të ndërhyjnë për të kërkuar zbatimin e ligjit dhe plotësimin e dokumentacionit përkatës. Po kjo është në rast të muret kalas në cilën mund të ketë objekte arkeologjike dhe do të jetë i përnishëm një arkeolog. Me sa diun Bashkia i ka dërguar këto dokumenta dhe ne me shpejtësi maksimale brenda ditës do t'i japim përgjigje. Ne jemi vënë në dieni nga dega e monumentet kulturës në Durrës që nga ana bashkisë po bëhen punime sistemimi të territorit tek bashkia, tek ajo zona tek Çamia dhe tek vendi ku gjendet busti i Asim Hajdarit. Si institut absolutisht ne nuk duam që të pengojmë atë rregullimin e qytetit dhe kjo është një gjë e mirë nga ana bashkisë, por nga ana tjetër duhet që në çdo gjë të jemi brenda kuadrit ligjor. Ndërtimet në qytetin e Durrësit janë kthyer shpesh në precedent, pasi shumë ndërtesa të reja kanë dëmtuar shtresat arkeologjike, ndërkohë që ligji për trashëgimin detyron subjektet private të kryejnë më parë gërmime shpëtimi në nënvëzhgimin e arkeologëve.